tash mund të fiksojmë tek pjesa e syve. Do e aplikojmë pa korektorën, po e përdori këtë prej tart, mund të përdorni çfarë do lloj korektori që keni. Edhe do e aplikojmë kështu direkt tek pjesa e syve, të cilën do e përhapim me një brush. Sigurohemi që ta shtri mirë produktin që ta kemi si një bazë të gatshme për hijet që do i vendosim më pas. Tek pjesa e hijeve do bëjmë një kombinim të paletave. Këtu e kam këtë paletën prej Teknik, ku në veçanti po më pëlqen shumë kjo nuanca ngjyrë pembe të lehtë, edhe ndoshta këto nuanca që kanë një shkëlqim, edhe paletën prej Natasha Denona, që i ka goxha disa nuanca nude dhe disa nuanca të bukura me shkëlqim. Si nuancë të parë do e aplikoj një ngjyrë kafe të lehtë. E dini tashmë që kjo është një nga nuancat që preferoj mas shumti që ta aplikoj përgjatë gjithë kapakut të syrit, që ta krijoj një bazë për hijet e tjera, dhe me një brush si kjo që i ka fijet goxha të dendura, do e aplikojmë përgjatë gjithë kapakut. Vetëm në pjesë ku nuk do aplikojmë shumë produkt, është këtu me njëherë afër syrit. Kjo do t'jetë ajo nuanca e parë, edhe nuk keni nevojë me qenë shumë preciz me këtë nuancë, mjafton me shkri sa më mirë. Përfunduam shkrirjen e nuancës së parë, tash po vazhdoj me këtë paletën prej Teknik, atë nuancën ngjyrë pink që ju a tregova më herët. E marrim sërish një brush e cila i ka fijet goxha të dendura, edhe tash e aplikojmë direkt poshtë kësaj nuancës së parë që e kemi vendosur. Këtë nuancën pink të lehtë, do e hap shumë pjesën e syve dhe mendoj që i jep një gjallëri pjesës së syve. Do fokusohemi pra kryesisht në nuanca që mund t'i gjejmë në petalet e luleve, të inspirohemi pak me këtë festën e 8 marsit që e kemi tani. Hapi i radhës është të vazhdojmë me një nuancë ngjyrë kafe, që është pak më e errët. Së pari marrim një brush e cila është më në kënd, e preferoj shumë te kjo pjesa e jashtme e syve me përdor një brush që është më në kënd, e bën shumë atë lehtë aplikimin e hijes së syve. Edhe po vazhdoj me një nuancë ngjyrë kafe, më të errët se sa nuancat që aplikuam deri më tani. E kemi plotsu goxha bukur këtë pjesën e hijeve të syve me këtë nuancë ngjyrë kafe, tamam e kemi kufizuar formën e syve që desha. Po vazhdoj tash me një nuancë me shkëlqim. Do e përdori sërish këtë paletën prej Teknik dhe do përdori një nuancë nga këto me xixa. Mendoj që i shkon shumë a shumë këtij grimi. Një nuancë me xixa pak më të errta, po e fokusoj njëherë te kjo pjesa
e jashtme.